turmeriku është një prej atyre bimeve që mund të përdoret për përfitime dhe benefite të ndryshme, po. Jo vetëm për një qëllim, do me thonë. Po, pikrisht ashtu. Se tash mundën edhe me na pyet, a është prej atyre melmesave që përshtatet për secilin person, për shembull gratë, fëmijët, plesht, të moshuarit, të rinjët? Si melmes, po, ndoshta edhe moshat më të reja në ushqim, se shpesh herë ne ato në përgjella e servojmë edhe në supa të ndryshme. Mirë po, është kategoria e cila nuk duhet ta konsumojnë në sasi të mëdha, se në sasi të vogla nuk është problem. Për shembull, personat të cilat marrin terapi antikoagulante të llojit të varfarinës, apo pacientët personat të cilët kanë gur në të idhët apo në kesën e mëlçisë aty. Si suplement moshave të reja nuk ja rekomandojmë, për shembull ndër moshën 15 vjeçare, mirë po si erz gjithmonë